Apo me di shembull pse një gërbeqar kur shkon në Kosovë duhet patjetër kur të viziton një familjar të vetin më ju lan pore. Pse kanë marrë njerëzit çto obligim? Nuk si bën njerëzit muni jo rahat. Ai nëse ormët po ka pas shef se ka marrë malli. Nuk e kam hallin te, por shumica e gërbeqarëve folin që të sen valloj sun po shkoj te ai shkoki që po do të më lan se cilit ka pak unë s'po kam. Se bane shkove si le kurgje tani mos po të respektojnë. S'po të folin çu kanë fol. Diqysh pi bjen sikur, okej, hajde ti shihem unë po të pres, ama duhesh me lan diçka. Sikur me pagu bilet me shku me pa një familjar tonin. Nuk po foli për krejt, ama një shumicë fatkeqësisht të çështot. Mos i bëni njerëz më një jo rahat se me nis ai shembull një gërbeqar sa familjarin ka qef me shku me pa, e më ju lan se cilit para aty. Po ati si jesin as 2-3 ditë me ne shembull në Kosovë. Se s'ka, njerëzit shumica me nxipi bojnë parët me arë pak me nejt një pushim, e lemo mi shpërnda atu për me njëherë, si ju del mas për vetën e vetë, besëmni.